Ndershëm, tema e sotit është ndihma e Allahut për ata që ndihmojnë fenë e tyre. Pra, mas parit i takon falëndimi Allahut xhaleshanu, kjo selat e selam di pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e pastër dhe këtë njerëzit që shkojnë rrugës së ditës e fundit. Allahu i Madhëdor thot në Kur'an kështu thot. Për thot për shkak kohës në gjuhën tonë. O ju që keni besuar, nëse ndihmoni Allahun, ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju forcoj këmbët tuaja. Ky ajet kuranor na mëson se ndihma e Allahut nuk vjen pa ndihmën tonë ndaj fesë së tij. Kur një besimtar apo besimtare angazhohet me sinqeritet për të përhapur të mirën, për të mbrojtur të vërtetën dhe për të jetuar sipas vlerave islame, atëherë Allahu i jep atij ndihmën e tij, forcën e drejton dhe e mbron. Por si mund ta ndihmojnë ne fenë Allahut në këtë vend ku jetojmë në Gjermania, në Perëndim ku jemi? Ja disa shembull praktike se si do të mund ta ndihmojnë fenë e Allahut. E para të jetosh islamin me moral dhe me sjellje të mirë. Kur je i ndershëm në punë, i drejtë me njerëzit dhe i sjellshëm me fëmijët, po jep shembull të bukur të fesë tënde. Ky është një davet i heshtur por shumë i fuqishëm. Pra kudo që je me kanë shembull si musliman. E dyta, të edukosh fëmijën në frymën islame. Në një vend ku ka shumë sfida për rinin, edukimi i fëmijëve me dashuri për Allahun dhe praktikën islame është një ndihmë e drejtë për drejtë për të ardhmen e islamit. Dhe treta, të kontribuash në jetën e xhamisë. Kush ndihmon në organizimin e mësimeve, mbështet aktivitetet për të rinj, apo kujdeset për rregullin dhe pastrimin e xhamisë, mbështet financiarisht, atë është në rrugën e ndihmës së fesë së Allahut. Dhe e katërta, mos e shehesh identitetin islam. Mos mund të thonë se je musliman. Ta përfaqësosh fenë tënde me krenari, me edukat dhe urtësi, pa agresivitet, është një mënyrë për të treguar shoqërisë se Islami është fe paqe, drejtësie dhe virtyt. Dhe pastaj të ndihmosh atyre të cilët kanë dëshirë për Islam, t'ia usqarosh, të ndihmosh nuk ka zot çka është Islami, me praktikë domethënë me të mira. Të gjithë mund të kontribuojnë sipas mundësive, njohurive dhe pozitës që kemi. Nuk është nevojshëm të jesh dietar për të ndihmuar Islamin. Mjafton të jesh i sinqert, i matur, i përgatitur dhe i qëndrueshëm. Vllazër, Muhamedi alayhis salam nuk ka fol sipas dëshirës tij, por ata që ka fol atë që ka thënë Allahu xhaleshanu xhelaluhu. Dhe një hadith e kam thënë ku i thot Allahu xhaleshanu për Muhamedi alayhis salam, hadith thot e transmeton Abdullah ibn Abbas, isha thot pas pejgamberit alayhis salam dhe më tha, o i ri, ose o djalosh, do t'i pësoj disa fjalë, ruaj Allahun, ka me të ruaj Allahu ty. Pra ruaj Allahun xhaleshanu, mos me harru Allahun, por ruaj Allahun. Dhe në ajetin tjetër thot, xheneti është premtuar çdo njeri i cili i drejtohet Allahut me dua, me lutje, dhe i tregohet edhe pse nuk e shef dhe vjen para Allahut me zemër të shëndosh të pastër. Dhe thot Allahu, ruani hafidu ala salawat, ruani namazet e juaja. Pra, dhe ata që i ruajnë vendet e trupit, të marrës, organet dhe gjuhën e tyre, gjithashtu e kanë shansën me fitu thot xhenetin. Dhe hafidu eimanekum, kur të bësh bej diçka, betimet e ruaje, respektoj ata, nuk ka me bë bej rreshën. Me pas kujdes namazin është gjithashtu obligim joni. Dhe thot, aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Plotësoni ju premtimin ndaj meje, thot Allahu, dhe unë do t'i plotësoj ndaj jush. Pra ata çka Allahu xhaleshanu na ka premtuar me kry, lut me kry. Edhe ai Allahu xhaleshanu na ka premtuar mëshirën e tij, ndihmën e tij, edhe do të presim për ti. Dhe thot, ruani gjuhën e juaj dhe ruani do të thonë organet e marrës, mos me bë haram. Një hadith, një ajet tjetër Allahu thot, men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i mbështetet Zotit, kur e ka gusht, s'ka kush që se ka gusht do hin një ditë. Ai thot Allahu ja zën rrugdalën. Allahu ja zën gjithmonë rrugdalën edhe ne ويرزقه e përpos rrugdalën që shpëton pra. Ja ne për dhe risku, min hajtu la yahtasib, prej ka as nuk mundesh as me paramenduar dhe thënë. Për atë vllazën tash kjo situatë siç e shihni ju në Palestinë që është. Ne mendojmë që nuk ka mu krye me ndihmën e Zotit. Allahu xhaleshanu inshallah ka më ndihmuar. Mos harroni se ndihma humanitare, flotila Sumune, e cila ishte nis për ndihmën e Gazës, popullit palestinez pra, u ndalua nga Izraelit. Ishin 15 anije me ndihma
me barna me gjëra tjera dhe 228 aktivista. Mirë po, por shumë gjëra arritën të njerëzit, pra nuk arritën medikamente dhe ushqimi, por arritën shumë gjëra tjera. Arriti njerëzileku dhe fisnikëria. Ata njerëz që kanë shkuar, shumë prej tyre nuk janë as musliman, po kanë shkuar se kanë pa njerëzilek, kanë pa fytyrë, kanë pa karakter, pra kanë pa ndjenja njerëzore, pra. Arriti guximi dhe trimëria. Nuk ka lehtë me shkuar diku ku rrezik jeta. Nuk ka lehtë, pra, të fotetën, por shkon veç ajo që trim edhe ka njerëzi, ka karakter njerëzor. Arriti zëri i të shtypurve, pra me çu zëri për shtypur se atje ka bëhet, domethënë, ka bëhet pa drejtësi. Arriti shpresa dhe veprimi. Ky është vetëm fillimi e jo fundi, pra. Nuk ka kryer me këta diçka, këta kanë filluar dhe mos harroni se me ndihmën e Zotit edhe ata kanë me fituar drejtat e tyre si çdo njeri në botë që lyhet me fituar. E lutim Allahun xhaleshanu xhallahu tu dimoj atyre dhe gjithë atyre që u bën pa drejt të fitojë gjithkusht drejtat e veta, të jetojë normal pra si njeri, pa pja bë sherrën dikush ose pa me i shkel këta të fortit. Edhe i vogli Allahu ja ka dhënë gjithkujt të drejtën, pra e për ata e lutem Allahun xhaleshanu të dimoj aty shpërblej këtyre të cilët janë munduar kanë rrezikuar jetën e vet me shkuar, domethënë me u çuar barna edhe me u çuar ushqim. Allahu ndihmë pashën na dhe këtë ummeti prej mashikut magrib inshallah.